Po fshati Tërpez nuk ka ujë, asnjëherë s'kemi pas. Se çetë rekreacion nuk e keni mund nëse bëhet një kurthys këto. Po neve Tërpez na mungojnë disa gjëra tjera. Na mungon ujësjellsi. Një. Na mungon ndriçimi publik. Këto s'ka ndriçim publik. Jo, s'ka ndriçim Po publik. shumë keq. Ujësjellsi është faktor një ndër kryesor për jetesë. Absolut. Domethënë se pa ujë s'ka jetesë. E treta? E treta na prekopon problemi i një gurthysit atje në vendin ku quhet Sintulla, ku atje është ujësjellsi jon, ku nis domethënë ujësjellsi deri në fshatin Tërpez. A është nisa ka plan me u bë? Jo, u nisa, ja, ka bë gurthysin, ka nis punën, po e kanë ndërprej me protesta pasore, banorëve, që kanë shpreh pakënaqësi për dëmtimin e pyjeve tonë, domethënë vendit tonë, ku neve s'na konvenon se janë pishat e Tërpezës, është ujësjellsi që na mendojmë me reaktivizu. Edhe pse prej vite 90 ku ka qenë para luftës, kanë dashur me bë Tërpeza ujësjellsin, si kanë leju serbt, mas luftës e kena bë ujësjellsin, ka funksionu një vjet, me thonë ashtu. Thojza pe tham se kam shumë mirë me saktë data, me periudha, po fshati Tërpez nuk ka ujë, asnjëherë s'kemi pas. Instalimi ekziston, po është veç nën tokë. Në rast ajo funksional jo. Se për te problemeve sigurisht që bazë për jetesë është uji, amu kur po e përmend gurthysin, uroj që aja protestë do thotë e ka ndalu punën apo pësej. Se çetë rekreacion nuk e keni mund nëse bëhet një gurthys këto. Normalisht nëse bëhet një gurthys në Tërpeza jem qaq me thonë kokfort në dashës, që mos me u dëmtu. Edhe ne nuk e kemi lëshu vendin edhe në kohën e luftës, edhe pas luftës, edhe nuk do të lejojmë me na prish natyrën askush. Kjo është një që kjo jeni të bashkuar, do të thotë. Që jemi të bashkuar na për këtë punë, jemi në gjendje prej Morgatës me ardh krejt edhe me bën këtë ndalesë. Shumë mirë po e thu që ku lufta më numër na shkatrua i kena dalë ball për ball, luftës e spitolmi ball për ball në legjislacioni që ka lejuar me siguri e ka bën dikush atë kërkesë. Ajo është pikërisht shkatrim. E dëmton këtë bukuri natyrore që e ka kriju Zoti. Ka vjen ky krua, a ka ujë? Është dikon 3-4 kilometra në mal, atje.